mund të ketë dhe ka shumë probleme qyteti. Një pjesë mendoj që zgjidhen gradualisht, një pjesë janë të domosdoshme për momentin, por unë erdha për të ngritur zërin për mungesën e transparencës dhe komunikimit, për parkingun që është marrë vendimi Këshillit Bashkiak të bëhet prapa gjimnazit Hasan Tasin. Hasan Tasini është një shkollë me histori, me tradita, vazhdon të jetë, ka lënë gjurmë të veçanta në këtë qytet, si ish nxënëse, ish mësuese dhe në radhë parë si qytetare, mendoj që vendimi nuk është i studiuar mirë. Kur nuk thuhet shpërmban vendimi, kur nuk thuhet publikisht kur do filloj punimet, kur do mbarojnë, kur nuk deklarohet kush do investoj, në çko do bëhen punimet gjatë orëve të mësimit, pastaj ajo nuk është ndonjë hapësirë konsiderueshme që të zgjidhë problemin e parkingut atje. Më vjen keq sepse në 97-ën atë shkollë donin ta plaçkisnin dhe ta digjnin. Dhe me turne e mbrojtën mësuesët dhe ish mësuesët e atij gjimnazi, burra dhe gra. Në 2001-shin, në atë teren ku nën vete thuhet të bëhet parkingu, donin të bënin një lokal të madh, që të kërciste atje muzika e pija dhe protestuam të gjithë nxënësit dhe e shpëtuam. Tani në 2026 të bëhet aty parking, që e quaj të padrejt, kur ka hapësira të tjera. Është fusha e futbollit, mendoj unë, nuk jap mendje. Atje ka më shumë hapësirë, ta bëjnë atje parkingun, le të ecin njerëzit në këmbë. Ç'do më thënë kjo? Por mendoj që më shqetësuese është mungesa e transparencës. Unë prej 2 ditësh kam ardhur në qytetin e Sarandës, pasi unë jam nga Delvina me origjinë dhe kam marrë për pushime 2 ditë në Sarandë. Dhe me qënë se dëgjova për protestën zhvilluar nga Aneta, ju bashkova asaj, pasi unë prej 75 ditësh jam pjesë e protestës së Tiranës, pra protestës së përgjithshme në Tiranë, për çfarë protestojmë, sepse shpesh na thonë në parajgjykojnë për pjesën e protestave dhe pikërisht në pjesën e sezonit turistik, duke na quajtur jo të drejtë për pjesën e protestave. Sepse diskutohet se ne mund të prishim pjesën e sezonit turistik. Po si mund të prishet sezoni turistik nga ne, protestuesi, ndërkohë që protestojmë për çfarë? Për drita, ju e patë edhe vetë dje, kishte 2 herë ndërprerje të energjisë elektrike, për ujin e pishëm që pjesa më e madhe e qytetarëve të Sarandës, por edhe të Ksamilit, e marrin ujin me botë. Dhe për pjesën e parkimeve, ne kemi parë që pjesa e transportit në Sarandë është një kaos total, sepse nuk ka parkime. U ndërtua terminali për autobuset, ndërkohë që dhe terminalit nuk ju dha një zgjidhje siç duhet. I duhet autobusave në total që të marrin rreth rrotullimit të zbresin deri poshtë, dhe pjesa që nga pjesa e rreth rrotullimit imagjinar që ka krijuar policia dhe Bashkia e Sarandës, i duhet të niset për pjesën lart dhe bëhet përsëri një trafik deri në 6. Ndërkohë që ne kemi edhe pjesën e problematikës qytetarëve të Delvinës, ndërkohë që janë të punësuar në Sarandë, ju duhet ta bëjnë këtë rrugë ditë për ditë nga Saranda në Delvinë, dhe nga Saranda në Delvinë është bileta një kuotë prej 1500 lekësh, ndërkohë i duhet të marrin përsëri autobus ose mjetet të tjera transporti për të ardhur në qendër të Sarandës. Pra shpenzime ku ne dim se sa janë pensionet, një pensionist si mund ta bëjë atë rrugë me atë pension, një njerëz që merr asistencë sociale si mund ta bëjë atë pagesë kur asistenca sociale është qesharak edhe ne dim sa është, dhe një njerëz që punon normalisht
me pagat qesharake që ne kemi në Shqipëri, se si mund t'je dalë. Pra, janë gjithë të problematika të bëra bashkë, për mos të diferencuar dhe pjesën e parkimit që supozohet të ndërtohet te Gjimnazi Sarandës, që është e padrejtë edhe kjo. Pra, janë bërë kaq shumë padrejtësira për qytetarët e Sarandës, të Delvinës, të gjithë Shqipërisë, që ne po mundohemi t'i vëmë në pa për të patur një zgjidhje për qytetarët dhe për vendin. Vlera më e madhe që i ka ngelur këtij qyteti, pas një përdhunimi që është bërë trupit të tij, është shpirti i tij, deti. Edhe atë po kërkojnë t'ia marrin duke vendosur mbi të përbindësha plastik dhe duke ndyrë me jashtëqitet e tyre. Uji i tij kurues po kthehet në një vatër sëmundjesh, një ambient infeksionesh për ne dhe fëmijët tanë. Është transformuar në një treg ku bëhen pazare interesash për karburant me çmim më të ulët, për pasanikët e botës, duke na lënë dhe si bashish mbetjet e tyre fekale. Kush ka fuqinë të bëjë diçka para se të jetë tepër vonë dhe pasojat e gjithë kësaj katastrofe natyrale të na përpinë të gjithëve, dhe kujtesa e paraardhësve tanë dhe mallkimet e fëmijëve tanë të kthehen në një makt duke shqetësuar gjumin ton derisa të mos gjejmë paqe. Është një problem i përbashkët për gjithë Sarandën edhe për gjithë Shqipërinë problemi i ujit. Ne kemi burime ujore të pashtershme. Thash, duhet të bëhet një projekt që të shfrytëzojnë këto burime në mënyrë që ne të kemi ujë 24 orë. Po duhet që të jetë një projekt që të bëhet për shqiptarin, jo për botën jashtë dhe për interesat e tyre ekonomike. Prandaj unë kërkova një jetë me dinjitet, sepse uji është e mira primare që duhet të kemi dhe është e drejta primare që ne duhet të gëzojmë. Dhe ne nuk po e gëzojmë. Përpara 3 ditësh është bërë një protestë qytetare, e cila u njoftua në momentin e fundit dhe natyrisht që nuk priteshin shumë njerëz, ishim 5-6 veta. U mosh kas për mungesën e ujit në zona të ndryshme të Sarandës, veçanërisht në zonën e Kodrës, që ka ditë të tëra, kishte ditë të tëra pa ujë dhe vazhdon të ketë probleme me ujin. Dhe natyrisht që ta filloj prap. Kujla, në atë protest u shpreh shqetësimi qytetar për mungesën e ujit në zona të ndryshme të Sarandës, që ka ditë të tëra pa ujë dhe tani që ka filluar të vjen shumë pak, në orë shumë të pakta të ditës, vjen njerë në mbrëmje dhe njerë në mëngjes, por pa fuqi. Kështu që qytetarët natyrisht që janë shqetësuar e kanë shprehur shqetësimin e tyre në mediat sociale, por për fat të keq njerëzit nga divani, nga Facebooku mund që të shprehin çfarëdo lloj pakënaqësie që kanë, por për fat të keq nuk vinë këtu. Tani kjo duhet analizuar si një fenomen social këtu, psikologjik në Sarandë. Ne të gjithë duhet të kuptojmë që nëse njerëzit janë kaq të pakënaqur, atëherë çfarë i pengon ata që të dalin në shesh? Kjo protest është njoftuar përpara 2-3 ditësh, është njoftuar për orën, është marrë leja në polici, është marrë përqimi i organeve përkatëse dhe në fokus të kësaj është vendimi i Këshillit Bashkiak dhe i Bashkisë për të tjetërsuar zonat e fushën e gjimnazit për ta shndruar në parkim. Tani kjo është një gjë që natyrisht neve na ka indinjuar të gjithëve, sepse Gjimnazi Sarandës është monument kulture, është identiteti jon, dhe mbi të gjitha është vatra më e rëndësishme e formimit të brezit të ri. Vjen pyetja që çfarë opsionesh kemi neve për parkim. Së pari njerë nuk është detyra e qytetarëve të gjejnë opsionet për parkim. Këtu kemi në bashki një ekip inxhinierësh, urbanistësh, të cilët janë ata të detyruar në detyrën e tyre që të gjejnë opsionet. Por unë thjesht si qytetare mund të them që këtu ka zona të tjera të cilat mund të shfrytëzohen. Për shembull, mund të jetë kjo Lulishja 1 Maj, që ka shumë vite që ka ngelur e pa okupuar. Kjo mund mos funksionoj për arsye që unë nuk i di, por di këtë gjë, që në një qytet që hapësirat publike janë pothuajse zero, ti nuk mund të ndërrësh dorën dhe të marrësh atë që është një aset kaq i rëndësishëm
një pasuri kaq e rëndësishme sepse në fundit është e komunitetit. Kështu që ky vendim i Këshillit Bashkiak është jashtëzakonisht i dëmshëm, është absurd dhe prandaj duhet të rishikohet. Tani ku i kemi qytetarët e tjerë që flasin në media sociale? Ajo ngelet për të diskutuar se pse ata nuk vinë këtu. Për këto probleme që ka qyteti, ne duhet ishim të gjithë në shesh. Por unë për bashkëqytetarët e mi më vjen shumë keq për ta, sepse shkojmë në shëtitje, shkojmë në plazh, ulesh në kafenet, gjithë ankohen, nuk dëgjon asnjë bisedë që ti mund të rrash një ide për të bërë që ti të ndjehesh mirë në këtë qytet. Të gjithë ankohen, dhe nëse ankohen dhe nuk vinë këtu, atëherë është një problem shumë i madh. Dhe unë kam një fjalë për bashkëqytetarët e mi. Ti që përgjëj Zoti si je, mbam në kuriz se mirë e ke. Se mirë më ke. Do me thënë, ne do të mbajmë këtë pushtet në kuriz, sepse ne nuk jemi të Zotët të flasim për të drejta tona. Ne nuk jemi të Zotët të bashkohemi, të organizohemi dhe t'i themi gjërat siç janë. Atëherë, unë kam vendosur që të mos flas fare me askënd që shprehet për probleme. Pse? Sepse nuk paskan probleme derisa s'vin këtu. Kështu i bie. Vila ime është më vjetre këtu në Sarandë, është familja Babameto, që e ka të trashëguar nga të parët që në 1940-ën. Është ndër vilat e vetme që ka ngelur e pa prishur, por prishjet janë sepse anash vilës, mbi terracën e vilës, janë ndërtuar ndërtime të përbindshme. Aq më tepër kohët e fundit na është bërë edhe një balkon, që ai balkoni del tek dhoma e gjumit dhe ne zguxojmë të hapim dritaren, sepse nga balkoni ku në atë balkon rinë dhe të huj që vinë turista, na shohin të dritarja. Por këto, domethënë, është një drejtësi që ruan pa drejtësinë, sepse çdo herë që jemi drejtu në organet legjislative, të këtyre thonë që ju mund t'i hidhni në gjyq, po nëse ti ke legalizuar diçka të paligjshme, përse ta hedhën gjyq kur ti bën një legalizim të paligjshëm. Pra, drejtësia mpron këtu pa drejtësinë. Vazhdon frika. Kjo duhet të është kampanë më e madhe kjo që njerëzit janë kaq të friksuar, nuk guxojnë të shprehin shqetësimet e tyre. Nëse ata nuk vinë këtu, atëherë bie ose janë dakord me vendimet që merr Këshilli Bashkiak për të ndërsuar pronat publike, për të ndërsuar dokumentet e identitetit tonë, ose kanë frikë. Atëherë përse kanë frikë? Kjo është pyetja. Depozita mbi pallatet e Sarandës. Mendoj që për bank kemi depozitën e ujit se nuk ka 24 orë ujë. Kjo është. Dhe ato nuk funksionojnë sepse nuk ka pompa. Oj, levat.